Donald Trump po i bën presion Volodymyr Zelenski që të pranojë një sër kushtesh të reja për të përfunduar luftën me Rusinë, duke theksuar se Ukraina mund të mos mbijetojë pas kësaj lufte. Këto kushte përfshin një marrëveshje për burime minerale që nuk u firmosën pas një marrëveshje mes Trumpit, Zelenskit dhe zëvendës presidentit J.D. Vance në zyrën ovale. Donald Trump ka shtuar kërkesat e tij duke kërkuar që Zelenski të thërrasë zgjedhje dhe që të mos tërhiqet si lider për të siguruar ndihmën ushtarake nga inteligjenca nga SBA. Po ashtu Donald Trump pret që Zelenski të jetë i gatshëm të lëshojë territoret të Ukrainës për të arritur një marrëveshje paqe me Rusinë. Në një deklaratë për media, Trump tha: "Ne duam të bëjmë gjithçka që mundemi për të detyruar Ukrainën të bëjë përparim." Ai pranoi se Ukraina mund të mos mbjetojë, një pohim që pasqyron rritjen e kërkesave të SBA-s ndaj Ukrainës. Kërkesat e reja shënojnë një ndryshim të madh nga kërkesa e saj fillestare, e cila përfshinte dhënien e burimeve minerale të Ukrainës në këmbim të ndihmës ushtarake amerikane. Këto zhvillime ndodhen ndërsa përfaqësuesit e Ukrainës dhe SBA-s po vazhdojnë bisedime për paqe në Arabinë Saudite. Megjithatë, Zelenski ka paralajmëruar vazhdimisht se një lëshim ndaj Rusisë mund të shkaktonte një rrezik për NATO-n dhe për Evropën, duke kthyer luftën në një përplasje më të gjerë.